Unë vjoj të diskutoj për të njëjtën çështje, me mua në studio është bashkuar zoti Frok Çupi. Përshëndetje, faleminderit zoti Çupi që jeni me ne. Faleminderit. Komentin e parë dua për faktin se sot mbahet një protest pas 5 foltoresh që ne së bashku i kemi komentuar pjesën më të madhe të tyre edhe kemi diskutuar për një pjesëmarrje teje të ullët edhe për të gjitha problematikat që ato paraqisnin. Si e shihni këtë hap të ditës së sotme? Shiko, gjatë gjithë kohës, sidomos kësaj here, Partia Demokratike me këto protestat dhe me gjitha shfaqjet e tjera politike, të ashtu quajtura politike, si që janë ato foltore, një miku ime ka quajtur fjaltore, në fakt, bën një gjë shumë të mirë. Bën një gjë që bën një shërbim shumë të madh për në të dy anshëm. E para që më e thjesht, më e vogël, Partia Demokratike dhe të ashtu quajtur opozit, bën një shërbim për militantët e vetë. Do me thënë, militantët janë njerëz të fiksuar, duan ca rrëmuj, janë pak shumë pak, ja ka që janë. Dhe ata duan një ushqim. Ushqimin ata e kanë nervoz, e kanë të egrë, e kanë të hidhët, kuptimin që duan në i lek në përduar, sigurisht sa për të ardhur në protest, po ndërkohë duan që të thrasin, të bërtasin dhe të thonë që lideri ynë po na dëgjon zërin dhe po shkojmë në Tiranë. Kjo është një anë. Po ndërkohë i mba shullak, i mba të zhytur para vetës. Kjo është shërbimi. Shërbimi tjetër është se i shërben vetës, shërben familjes. Dhe me thënë, gjatë gjithë kohës ju të regon kundërshtarëve se unë jam në parti dhe s'keni pse për të më marrë parti. Kjo protest ka për qëllim eliminimin e zërave të Salianit, padyshim, dhe të grupit ti. Kështu që pas kësaj proteste deli qetë Sali Berisha, po nuk deli qetë askusha asgjë. Dhe çfarë është një shërbim tjetër shumë i vërtet, po ta mendojmë së bashku, është se do duheshin plot punë, do duheshin regjizura, do duheshin pamje, do duheshin filma, do duheshin psikolog për ta paraqitur para publikut një opozit të tillë. Do me thënë, për të thënë se shiko sa vlejnë. Mirë për këta e bëjnë vetë, dhe e bëjnë vetë dhe para qytetarëve, pse ka ardhur Partia Demokratike gjatë gjithë kohës duke u rënuar, duke u zvogluar, etj. Ka ardhur përveç mëkateve, përveç korrupsionit shumë të madh, përveç krimeve që ka kryer etj, por dhe e dëshmon veten, e dëshmon edhe në për këto protestat. Do me thënë, thot hapur, ja, kjo jam. Trazavaçe, e bazuar mbi mashtrime, bën një protest që s'ka asnjë objekt, thot fantazirat çuditshme për korrupsionin, gjë që s'mund të ndodhin, thot gjëra të pa ndodhshme, siç është gjëja më e pa ndodhshme në këtë jetë është që këta të mund të ndikojnë për rrëzimin e qeverisë. Është krejtësisht është në planet tjetër, nuk ka lidhje. Dhe po këta e premtojnë. Duke mashtruar dhe elektoratin e tyre, padyshim që kanë zbritur deri në një numër të tillë që ja do shikojmë, do jetë sa 2-3 fishi i foltoreve dhe asgjë më shumë. Une lidha në fakt me faktin që kjo protest vjen pas disa foltoreve që duhet ja rikujtojnë publikut, nisën si protest, por duke patur parasysh edhe numrin shumë të ulët që patën të pjesëmarrësve, u kthyen në foltore për të paraqitur kështu problematikat e qytetarëve, të militantëve dhe atyre që i bashkoheshin, që ishin shumë të pak në numër. E shihni si një strategji protestën e ditës së sotme, ndoshta edhe për numra? Vetëm ajo pjesë që mund për të mos e kundërshtuar fjalën strategji fare, një strategji është kjo, do me thënë, për të dalë më shumë se Saliani, nuk ka për strategji tjetër. Do me thënë, për të thënë Saliani që shiko, unë mblodha numra më shumë se ti, mblodha njerëz më shumë se ty, njerëzit në Partinë Demokratike tashmë janë kthyer në numra. Tani ne po e marrim mirë qenë që do ketë më shumë njerëz, ose nga këto që kemi deri tani nuk është se duket ndonjë diferencë madhe, po okay, po japim shansin për të thonë se mbetet për të parë. Ne jemi shumë tolerant për ta parë numrin, por sidoqoftë nuk është një numër që mund të mbajë ngarkesa
sa i kanë dhënë këta ngarkesa politike për të ndikuar qeverinë dhe për të ndikuar qytetarët dhe për të ndikuar popullin. Pjesë e strategjisë, pastaj çfarë pyesni ju me të drejtë, është se Partia Demokratike s'ka pasur kur në jetë strategji. Do me thënë, që kur u kryua me strategjinë për të marrë pushtetin. Dhe realisht e mori. E mori njerë pushtetin dhe herë tjera s'ka marrë më pushtet. Por e vetmja të ashtuqujtur strategji, ka mbetur në qëllimin edhe sot e kësaj dite. Qëllimi është t'ju them militantëve se do të marrin pushtetin. Militantët pushtet duan disa punë me para, duan disa përfitime etj. Dhe ky është pushteti që do të mbaroj dhe ajo që quhet protestë, dhe nuk do kemi asgjë. Është njësoj si gjithmonë të tjera. Do me thënë, ka një këngë Korça që thotë Selanikët ta të pjetë, si shka qenë, ashtu do jetë. Do të shkojnë në shtëpitë e tyre, do thuhet që bëm një gjë shumë më të madhe, punën nuk e kanë me politikën dhe me shtetin, punën e kanë me pjesën e tyre, me ata njerëz që duan të dalin nga radhë. Dhe jemi të detyruar të shohim spektaklin brenda Partisë Demokratike. Sot në konferencën e përditshme që Berisha mbajti, tha se dita e sotme është nisja e një proteste që do të nisë sot, që dim fillimin, por nuk do të dim fundin. Si do ta lexojmë diçka të tillë? Ishte një kërcënim, njëri prej deputetëve që është shumë afër Berishës, ky i Lezhës, ky juristi Gjoni, ka kërcënuar sot drejt për drejt dhe ka thënë që ne nuk e mbajmë dot popullin nga zemërimi i tij dhe ka lënë për të kuptuar që do kemi trazira shumë të mëdha dhe do kemi inondata. Në këtë protestë sotme, po thonë. Për protestën e sotme. Kështu që në këtë vijë është edhe vetë Sali Berisha në pjesën kur thotë po të riqet më njëherë dhe thotë që ne nuk e dim se ç'do ndodh për arsye se ka vënë një bast dhe ka vënë bastin që ose bie sot qeveria Rama, ose opozita nuk ekziston më. Tani, do të mbajmë qytetaria shqiptare këtë gjë dhe do t'i thot Sali, na the që s'do ekzistosh më, sepse Edi Rama me qeverinë sigurisht që është një majorancë konsoliduar, është një majorancë që me 500 veta, 1000 veta nuk mund të konsiderohet, se po i kërkohet në i gjë, është majorancë që sapo ka fituar votimin popullor. Puna për të mos e diskutuar, por basti që vën ai është ky. O ne nuk ekzistojmë, ose qeveria Rama bie. A do ketë njerëz nesër që t'ja kujtojnë Sali? Na gënjeve dhe nuk të besojmë më. Ke 30 vjetë që vetëm mashtron dhe një ditë duhet të vijë fundi i mashtrimit. Duhet të thuhet që dale. Kaq kohë mashtron, kaq kohë thuhet pa vërteta, kaq kohë thua fantazira dhe ne duam realitetin. Nga këto artikulime që ju përmendët, zoti Çupi, prisni ju që kjo e sot mja të ketë ndoshta episode dhune ose problematika? Nëse ata kanë përgatitur një gjë mes tyre, po me sa duket nuk ka një nervozizëm akoma mes tyre. Nëse Berisha do të kishte aq i pafriksuar, do të bënte planin e tij për të krijuar një viktim, të paktën në radhat e veta. Mund të ndodhë kjo gjë, të paktën duke u bazuar në deklaratat e Gjinxhonit, i cili është strategu juridik i Partisë Demokratike, dhe ndërkohë strategu i luftrave të veriut, të demokratëve të veriut kundër Tiranës dhe Tiranës së mëposhtë. Nëse fjalët e tij ka bazuar mbi një plan për shkaktuar një viktim atje brenda, me siguri që do gjendet. Po kam përshtypjen se as Saliani, as Lapaj nuk do jenë viktim, mund të jenë të tjerë. Okej, mirë.